إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلندرم الله عز وجل أتألف درojmë të ka I kërkojmë mbështetje dhe ndihmë për çdo të mirë që synojmë dynja dhe ahiret. Të ka I kërkojmë strehim dhe mbrojtje të na ruaj nga çdo e keqe që na devijon nga rruga e Tij dhe nga synimi pse na ka sjellë në këtë jetë, para që të adhurojmë atë si një të vetëm. Lutim të madhëruarin të largoj nga ne çdo lloj pengese që na pengon ta kuptojmë shpalljen e Tij, ta kuptojmë mesazhin e Tij. Dhe padyshim që mbrojtja e Zotit subhanahu wa taala është vendimtare në këtë aspekt dhe në çdo aspekt tjetër. Pra, në mundësimin e kuptimit të librit të Allahut subhanahu wa taala, leximit të Kuranit dhe shpalljes. Istiadha, kërkimi I mbrojtjes tek Zoti xheleshanu, është çështje shumë e rëndësishme që besimtari dhe besimtarja duhet t'i kushtojë rëndësi të madhe. Për sa I përket leximit të istiadhës, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a bëhet kjo istiadhe përpara leximit të Kuranit, pas leximit të Kuranit, apo edhe para dhe pas? Cilat janë mendimet e dietarëve për këtë çështje? Janë sjellë mendime të ndryshme, të cilat tregojnë, disa prej tyre thonë se istiadhja lexohet dhe thuhet pas leximit të Kuranit, duke menduar që të mbrohesh nga ndikimi I shejtanit mallkuar, nga syfajtësia, nga hipokrizia, pasi e ke lexuar librin e Allahut. Thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Përse ky është mendimi I çuditshëm, thot një prej dietarëve të mëdhej. Ndërsa një mendim tjetër thotë që lexohet dhe para dhe pas leximit të Kuranit. Por edhe ky mendim është I rrallë, nuk është I përkrahur. Prandaj mendimi më I përhapur mes dietarëve, vëllezërit e mi, është që istiadhja, pra a'udhu billahi minash shaitanir rajim, lexohet përpara këndimit të Kuranit. Pra përpara leximit të librit të Allahut subhanahu wa taala. Dhe padyshim, ky është mendimi më I përhapur mes dietarëve dhe I zbatueshëm në këndimin në këndimin e Kuranit tek ata. Një mbështetje për këtë praktik është edhe në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Normalisht edhe libri I Allahut subhanahu wa taala, ajeti ose ajetet të cilat flasin për këtë çështje janë të ndryshme. Mes tyre thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim." Kur të lexosh Kur'anin, do të thot kur të hysh ose të vendosësh për leximin e Kur'anit. Pra para leximit të Kur'anit. Thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pra urdhër nga Zoti që përpara se lexosh Kur'anin, thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Se kjo është shumë e rëndësishme. Dhe në këtë hutbë vëllezërit e mi do të flasim për rëndësinë e istiadhës përpara leximit të Kuranit. Pse që nga kaq e rëndësishme që para se të hyjmë lexojmë librin e Zotit, të themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Është shumë e rëndësishme vëllezërit e mi, vallahi, njerëzit janë të pavëmendshëm ndaj kësaj rëndësie. Një mbështetje për këtë praktik, pra për leximin e istiadhës para leximit të Kuranit, është edhe nga vepra e profetit sallallahu alaihi wasallam. Siç vjen në hadithet e tij, Imam Ahmedi sill një hadith nga Abu Sa'id al-Khudri, në të cilin thuhet, kur profeti sallallahu alaihi wasallam ngrihej natën për të falur namaz, thoshte: Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. Pra, I lavdëruar dhe I pastër je o Zot, o Allah I lartësuar dhe I begatuar është emri yt. Madhëria jote është e lartë dhe nuk ka të adhuruar tjetër me merit përveç Teje. Pastaj vijonte të thoshte: La ilaha illallah 3 herë. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dhe pastaj thoshte: A'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. I kemi shpjeguar këto formulat të istiadhës më parë. Nga kjo hadith çfarë kuptojmë? Pra para se të lexonte Kur'anin, bënte hapjen e namazit, pra në namazin e tij, para se të fillonte të këndonte Kur'anin, e thoshte këtë istiadhë profetit sallallahu alaihi wasallam. Nuk e thoshte pas leximit të Kuranit. Pa ky është mendimi më I përhapur që të fiksohet si rregull në leximin e Kuranit.
Pyetja që shtrohet dhe shumë e rëndësishme ta kuptojmë o vëllezërit e mi. Përse duhet istiadhja përpara leximit të Kuranit? Pse themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim? Kërkojmë mbrojtje tek Allahu i madhëruar që të më ruaj nga sherri i shejtanit të mallkuar. Tashmë ti po hyn të lexosh librin e Allahut. Përse duhet istiadhja? Vallahi është shumë e rëndësishme vëllezërit e mi. Shumë njerëz nuk përfitojnë nga libri i Zotit sepse nuk e kanë përgatitur veten. Nuk e kanë mbrojtur veten përpara se të hyjnë dhe të lexojnë librin e Allahut. Dhe nuk mund të marrin atë që duhet nga libri i Allahut sepse i pengon pikërisht lënia e kësaj istiadheje. Pra kësaj kërkimi të ndihmës nga Zoti xheleshani. Dhe kjo është shumë e rëndësishme vëllezërit e mi për përfituar nga udhëzimi i Kuranit. Dëgjoni me kujdes çfarë thonë njerëzit e dijes në lidhje me rëndësinë e istiadhes përpara leximit të Kuranit. Pse istiadhja pra? Së pari vëllezërit e mi. Istiadhja para leximit të Kuranit është pastrim i rrugës së udhëzimit. Me të thënurit a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ne po kërkojmë të pastrojmë rrugën e udhëzimit që kërkon të vinë në zemrën tonë nga leximi i librit të Allahut subhanahu wa taala. Kurani është zbritur si udhëzim, huda, si thot Allahu, huda wa nur, udhëzim dhe dritë. Si dritë që nxjerr njeriu nga errësirat e padijes, dyshimit, devijimit drejt qartësisë së të vërtetës. Por përballë këtij udhëzimi që qëndron një armik i përhershëm, që është shejtani i mallkuar, i cili nuk lodhet kurrë duke u përpjekur ta pengojë robin nga shpallja e Allahut subhanahu wa taala, nga drita e udhëzimit. Ky është misioni i tij, që të pengojë robin nga drita e udhëzimit të Allahut xheleshanu. Që në fillim të Kuranit shfaqet kjo përplasje thelbësore. Rruga e drejtë përballë rrugëve të shumta të devijimit. Një shpallje të vjen nga Zoti dhe me miliona shpallje, ose mos i quajmë shpallje, por vezvese që të sjell shejtani i mallkuar dhe propozime për ta kuptuar jetën. Udhëzimi i Zotit, vezveset e shejtanit. Ti je i bindur për këtë gjë. Prandaj kur të hysh të lexosh librin e Allahut dhe duke kërkuar mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala, ta dish që do ndikohesh në këtë aspekt. Pikërisht për këtë arsye, istiadhja, kërkimi i mbrojtjes tek Allahu nga shejtani, nga sherri i shejtanit të mallkuar, nuk është thjesht një formulë që e themi kështu sa për ta lexuar, se duhet lexuar në fillim të këndimit të Kuranit. Jo. Por një akt i vetëdijshëm. Ajo është një deklaratë e brendshme që thot njeriu: O Zot, më mbro nga çdo pengesë që më ndalon të përfitoj nga ky udhëzim që do lexoj tani. Hiqi pengesat o Zot. Pra po thua, ti po hyn me qëllim të pastër në Kur'an tashmë. Po hyn që të lexosh Kur'anin, të përfitosh nga Kur'ani. Edhe thua këtë që në fillim o Zot më mbro nga shejtani i mallkuar. Mos e lejo të mallkuarin që të më privoj nga drita e këtij udhëzimi, që unë tashmë do hyj të lexoj. Kjo është një hap shumë i rëndësishëm që në fillim leximit të Kur'anit. Sepse shejtani vepron në mënyra të ndryshme dhe të ndërlikuara vëllezërit e mi. Hedh e para shubuhate, dyshime në zemër. A është e vërtetë, as është e vërtetë? Gjitha këto mund të jenë trillime, mund të jenë të paqarta. Ti po i bindesh një njeriu që ka jetuar 1000 kusur vjet, 1400, 1500 vjet para. Ti po ndjek një metodë që ka qenë zbatuar në shkretë të tij, sot është zhvilluar bota, 1001 dyshime që të mos i marrësh për bazë atë që po thot Zoti në Kur'an. Kjo është vezvese, këto janë shubuhate, dyshime. Nga krau tjetër shejtani mallkuar të hedh shehawate, epshe, dëshira për ta dobësuar vullnetin. E zbukuron të kotën derisa të bëhet e dashur në zemrën tënde, të duket shumë normale. Kjo është jeta, ç'është kjo? Do ta ndryshojmë mënyrën e të jetuarit, se kjo është ajo që kërkon Zoti. Ç'është kjo fe e tillë që bie ndesh me të gjitha mënyrat që ne kemi zgjedhur sot të jetojmë? Ta bën në këtë formë ta sjell. Dhe ti mendon kur lexon një libër, ç'lidhje ka me këtë libër, me këto udhëzime që vinë në të. Pra, subhanallahu, edhe shehawate për ta dobësuar vullnetin dhe zbukuron të kotën, që ajo të duket tërheqëse, dhe bën të rënd të vërtetën derisa zemra të mos e pranojë atë të vërtetë që do t'i vijë. Në këtë kuptim istiadhja është pastrimi domosdoshëm. Para se një njeriu të hyjë në kontakt me Kur'anin. Ajo pastron mendjen nga turbullirat e dyshimit dhe zemrën nga ndikimi i pasioneve, epsheve, shfrenimeve, dëshirave të pakufit të kësaj dynjaje. Në mënyrë që fjala e Allahut të hyjë në një terren të pastër tashmë dhe të gatshëm për ta pranuar dritën dhe udhëzimin që vjen nga Allahu subhanahu wa taala. Pra ajo është si hapja një rrugë të bllokuar, largohen pengesat dhe udhëzimi mund të depërtojë lirshëm tashmë në brendësinë e njeriu. Kështu vëllezërit e mi, që në momentin thot njeriu a'udhu billahi minash shaitanir rajim,
ruhet nga një gabim i rrezikshëm, që në fakt shumë nga njerëz e bëjnë këtë gjë dashje pa dashje. Cili është ai gabim? Njeriu ta lexoj Kur'anin jo për të gjetur të vërtetën, por për të justifikuar dyshimet që ka në besimin në Zotin. Justifikon, e lexon me qëllimin të nxjerrë dyshimet që ka. Ose për të justifikuar rrugën e tij të devijuar. Pra, ai hyn si gjykatës para prak. Fillimisht e gjykon librin e Zotit dhe pastaj hyn për të gjetur atë që dëshiron ai. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, që në fillim i zbeh të gjitha këta, i largon. Ti nuk e kupton, për shejtani mallkuar që punon dhe rri aty me ty. Mos kujto se të lë vet. Ky është qëllimi i tij. Prandaj nuk e do domethën librin e Allahut dhe nuk mundet që domethën të ndikojë, vetë se duket penguar nga kjo dritë e udhëzimit. Nëse vjen kjo drita hyn në zemrën tënde, vallahi nuk ka shejtani mallkuar asnjë fuqie. Aq më tepër kur fillon dhe këndon librin e Allahut. Prandaj kur e këndon librin e Zotit, si thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, wa innahum 'anis sam'i lama'zulun. Ata janë edhe privuar që ta dëgjojnë librin e Allahut, momentin që fillon këndimin e Kur'anit. Me a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ikni me Kur'an. Ikën dhe fillon drita të hyjë në zemrën tënde. Por nëse ti nuk je i mbrojtur që në fillim, atëherë, domethënë je vetë ti që po ja krijon këtë ambient të përshtatshëm shejtanit të mallkuar, që mos përfitosh nga drita e Kur'anit. Prandaj vëllezërit e mi, është shumë e vend që jo vetëm ne kur lexojmë Kur'anin themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim me vetë dije, por edhe njerëzve që u japim Kur'anin për ta lexuar, i themi o miku im, urdhëro dhe lexoje këtë libër. Por të jap një sugjerim që para se ta lexosh të thuash të fjalë. T'ja mësosh. Të thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Dhe ti thosh dhe kuptimin e saj që ai ta ndjej. Dhe që të bëhet sa më praktike dhe për kushtimin e tij të jetë sa më i sinqert, i thuaj, para se të lexosh këtë libër, se ky është libri i Zotit, merr gusul dhe tregoje çfarë është gusuli. Që ai të jetë i pastër ritualisht. Tregoje dhe çfarë është abdesi. Pra merr gusul dhe abdes, ti jesh me gusul padyshim, dhe pastaj dhe me abdes, sa herë që e lexon ti jesh me abdes, dhe në momentin që ai e përgatit veten e tij, i tha po do ta bëj kështu siç më tha miku im. Merr abdes, merr gusul dhe ulet që të lexoj Kur'anin, thot a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tashmë, domethënë mejdani i luftës tashmë është në favorin tënd. Është në favorin tënd. Thjesht vetëm hyr dhe lexo. Që elhamdulillah Allahu subhanahu wa taala të jap atë që duhet. Kjo ishte e para vëllezërit e mi. Pra lehtësimi i këtij udhëzimi. Së dyti, mbrojtje nga shtërmërimi i kuptimit. Një nga temat më të thella të përsëritura në Kur'an është qortimi atyre që shtërmërojnë ajetet e Allahut subhanahu wa taala. Shtërmërojnë fjalën e Zotit. Qoftë duke nxjerrë nga konteksti i saj, qoftë duke përzgjedhur vetëm ato pjesë që i përshtaten dëshirave të njeriu. Dhe kjo në fakt është një devijim nga kuptimi i Kuranit. Ky fenomen nuk paraqitet në Kur'an si një gabim, domethënë i rëndomtë, jo. Po ky buron nga ndikimi i shejtanit mallkuar. Ai mallkuari mundohet të ndikojë në mënyrën e të menduarit dhe të kuptuarit tënd. Dhe në momentin që lexon fjalën e Allahut, do të çojnë në një nga këto rrugë devijimi. Ose duke e nxjerrë nga konteksti, duke ta zbukuruar një kuptim që është jashtë kontekstit, jashtë asaj që thuhet në fjalën e Zotit, ose duke me mënyra të tjera të shumta që i përdori mallkuari, për të kënaqur dëshirat e tua dhe për të shkuar pas orekseve të tua. Në këtë dritë vëllezërit e mi, istiadja me një kuptim shumë të thellë. Ajo është një kërkesë mbrojtjeje, jo vetëm nga largimi prej udhëzimit, pra shejtani mallkuar nuk të pengon vetëm që të mos e lexosh atë, por edhe nëse ti e lexon, futet në mënyrën tjetër, strategjia e dytë. Atë që lexon, të ta shtërmëroj kuptimin. Të mos të lejojë ta kuptosh ashtu si duhet. Prandaj gjithmonë e themi, e thon njerëzit e dijes, që Kurani kuptohet me mënyrën si e kuptoi profeti sallallahu alaihi wasallam. Si e kuptuan sahabët, si e kuptuan brezët e parë që jetuan me Kuranin dhe atyre u zbriti. Nuk kuptohet me mënyrën si mund ta kuptojë dikush në kohët e sotme. Dhe në fakt këto mënyra janë shpeshtuar dhe shtuar sot. Mënyrat e kuptimit të Kuranit. Madje po dalin me një flamur të zi, Allahu na ruajt. Që thonë, duhet të rishikuar edhe një herë kuptimi i Kuranit dhe shpjegimi i tij. Këto janë forma. Mos kujtoni se bëhen rastësisht të gjitha këto përpjekje, janë të menaxhuara shumë me kujdes.
që njeriu të mos kuptojë nga Kurani atë që duhet, por të kuptojë diçka të shtrembruar, të nxjerrë nga konteksti. S'ka lidhje fare me shpallin e Allahut, por me agjendat që mund të kenë disa ose grupe të caktuara vëllezërit e mi. Pra edhe kjo, për sa i përket shtrembrimit të kuptimit është shumë i rëndësishëm. Kështu istiadhja, kur thua a'udhu billahi minash shaitanir rajim, e vendos lexuesin në një gjendje të sinqeritetit të thellë. Unë nuk vi të imponoj tekstit kuptimet e mia, por vi që teksti të më formësoj mua ashtu siç është e drejta. Në momentin thua o Zot më ruaj nga dikimi i shejtanit që mos funksionojë kjo gjë. Unë jam i sinqert me veten time të paktën. Hyj në librin e Allahut dhe dua të jem objektiv në çdo gjë që më thuhet, në të ta kuptoj ashtu si duhet. Jo të imponoj unë ato që dua unë dhe shtrembroj tekstin. Pra një istiadhe ndihmon dhe në këtë drejtim. Së treti, luftë, pra kur thua a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kjo është një luftë kundër pengesës më të madhe, që është vetë zemra jonë dhe sherri që na vjen nga zemra jonë. Kurani na mëson se pengesa më e madhe në përfitimin prej tij nuk është mungesa e argumentave. Se njerëzit i kuptojnë, janë argumenta të qarta. Çdo kush e kupton të vërtetën kur i paraqitet se ka bërë Allahu të thjeshtë subhanahu wa taala. Pra që problemi nuk qëndron tek saktësia e argumenteve të sjella në librin e Zotit. Problemi qëndron në qëndrimin e zemrës kundër tyre. Kurani për shembull na flet shpesh për zemra të vulosura, që nuk depërton më e vërteta në to. Për zemra të sëmura, që e përzjejnë të drejtën me të padrejtën. Dhe për gjendje arrogante, pra për sëmundje të tilla si arroganca, mendimallësia, kibri, të cilat e bën njeriu që të refuzojë të vërtetën edhe nëse e kupton atë. Këto janë sëmundje të zemrës. Si mundet një zemër e tillë që të përfitojë nga Kurani? Mund të përfitojë nga Kurani edhe sikur të lexojë gjithë jetën, nga fillimi deri në vdekje, nëse akoma kjo zemër është e sëmurë me të tilla sëmundje, nuk përfiton nga Kurani. Prandaj kur thua a'udhu billahi minash shaitanir rajim, në një mënyrë është edhe një herë riformatimi i zemrave tona dhe sëmundjeve që kemi në zemër. Ne kemi sëmundje të cilat edhe nuk i kuptojmë, nuk i dimë. Jemi formatuar me to nga shoqëria, nga ambienti, nga jeta, mënyra si jetojmë. Si do të rregullohen këto? Një a'udhu billahi minash shaitanir rajim në fillim të saj, elhamdulillah. Rregullon ose të paktën e zbut këtë lloj ndikimi të keq. Kjo tregon se problemi nuk qëndron jashtë njerëzit, por brenda tij. Dhe pikërisht në këtë fushë të brendshme vepron fuqishëm shejtani i mallkuar, duke ushqyer mendjemadhsinë, duke forcuar kokfortësinë dhe duke shtyrë njeriu të ndjek dëshirat në vend të vërtetës që po i paraqitet në shpalljen e Zotit. Në këtë kontekst, istiadhja shfaqet si një kërkesë shumë e thellë shpirtërore. Ajo është lutje për mbrojtje nga këto sëmundje të zemrës. Kur thua a'udhu billahi minash shaitanir, o Zot, kërkoj mbrojtje nga shejtani i mallkuar, që mos i shfrytëzoj këto dobësitë e mia. O Zot, më mbro edhe nga mendjemallësia e vetes time. Më mbro nga epshet dhe çfrenimet. Më mbro nga devijimi që ka ndodhur tek unë. Më sill aty ku ti dëshiron, o Zot. Atje ku është e mira, më ndihmo ta kuptoj dhe shikoj dritën. Pra ti po hyn tani të lexosh librin e Allahut me këtë dëshirë edhe me këtë prirje. Me të njeriu drejtohet Allahu që ta ruaj nga kibri, mendjemallësia, nga ngurtësia e refuzimit, nga pasimi i epsheve dhe nga mungesa e përulësisë përpara shpalljes së Zotit subhanahu wa taala. Sepse rreziku i madh nuk është njeriu të mos e lexojë librin. Se sot alhamdulillah është për mundësia e leximit. Përpara ndoshta njerëzit lexonin dhe merrnin çu servinin të tjerët. Sot është mundësia e leximit. Por problemi ku qëndron nga zemra dhe qëndrimi i saj. Pra armiku më të përbetuar dhe më të frikshëm mos e anashkalo. Përfshije brenda kësaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nëse e mbani mend një nga duat që përmendëm herën e shkuar, wa na'udhu billahi min shururi anfusina. O Zot, i kërkojmë mbrojtje Zotit na ruaj nga sherri i shpirtrave tanë. Dhe këtë e thoshte profeti sallallahu alaihi wasallam në çdo hutbe. Ne e themi në çdo hutbe. Është pjesë e fjalëve që themi në çdo hutbe. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Kërkojmë Allahut na ruaj nga sherri i shpirtrave tanë. Pse? Se armikun e kemi brenda. Zot na ruaj. Prandaj istiadhja është përpjekja e parë për të hapur këtë zemër. Ajo e përul njeriu, e ndërgjegjëson për dobësinë e tij dhe lidh me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Vetëm në një gjendje të tillë Kurani nuk mbetet thjesht një tekst që e kalon, por elhamdulillah bëhet një realitet që ti e përjeton me zemrën tënde dhe përfiton inshallah. Së katërti. Themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim në mënyrë që leximi i Kuranit të jetë përgatitje për veprim dhe jo vetëm lexim, këndim.
thjesht për të lexuar fjalët e tij dhe fjalitë e tij. Me fjalë të tjera, Kurani nuk është zbritur për t'u lexuar dhe thjesht për t'u kënduar në formë adhurimi, siç e këndojnë me zë të bukur e tjerë. Kjo është pjesë në rregull, kjo sevap. Po qëllimi i Kuranit ka zbritur që të besohet me zemër gjithçka që thuhet në të dhe të zbatohet me gjymtyrë dhe në jetën tënde. Është program jete. Pra Kurani ka zbritur për këtë çështje. Ai është një libër që kërkon përgjigje, pra dhe bindje sipas tij dhe jo vetëm dëgjim, kërkon veprim, jo vetëm të nxit emocione apo domethënë të përmbush shumë kërshëria ose kuriozitetet e njeriut, jo as pak. Duhet që të zbatohet. Atëherë, duke qenë se Kurani është për të zbatuar. Kur themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim, çfarë synojmë? Që o Zot, mos e bëj leximin tim të Kuranit shterp, që mos ndikoj asgjë në veprat e mia. O Zot, bëj që ai të ndikojë në veprat e mia. Si ndikon leximi i Kuranit? Në momentin që thua a'udhu billahi minash shaitanir rajim, o Zot aman, mos e lër Kuranin thjesht ta lexoj. Në Kuran të vinë urdhëresa. Thot Zoti, falni namazin, jepni zakatin. Thot Zoti, në lidhje edhe me ligjet e trashëgimisë, me ligjet e martesës, me ligjet e luftës, të gjitha ligjet e njeriut i ka përmendur Zoti në Kuran. Nëse vinë këto ligje dhe ti e këndon Kuranin dhe nuk zbaton asnjërin nga ato, atëherë vllai im, ti e ke thjesht ke lexuar fjalët e tij dhe është argument kundër teje ditën e gjykimit. Kur thua a'udhu billahi minash shaitanir rajim, o Zot kërkoj mbrojtje. Mos e lër Kuranin të jetë, domethënë të mos sjell ndikim në zemrën time dhe mos veproj. Bëj të mundur që unë të veproj. Dhe kjo do të ndihmojë Zoti subhanahu wa taala. Nëse e lexon me qëllimin për të vepruar, që sa herë që lexon Kur'an, falni namazin, jepni zakatin, do të japë zakatin. Largoni nga haramet, nga padrejtësia, nga vrasja, nga etj. Ti do ta zbatosh atë pse se që në fillim ke thënë o Zot më ruaj, mos jetë shterp ky lexim i Kuranit. Bëj që të jetë i plot, të përfitoj nga ai. Pra alhamdulillah do të bëj Allahu subhanahu wa taala, se që në fillim i ke hyrë me këtë qëllim, atëherë alhamdulillah kurse si nuk mund të mbetet pa ndikim në zemrën tënde inshallah. E do bëhet nga ata të cilët më njëherë zbatojnë, se friksohen nga mesazhet e Kuranit. Si tha për Islamin e dikujt prej i thtarëve të librit, Umar ibn Khattabi, domethënë thuaj që i tha Ka'b al-Ahbar. Ka'bit, i cili ishte prej ahbarëve, të dietarëve të ehl kitabit. Shpeshherë Umar i theshte, pranoj Islamin. Sa ishte prej dietarëve të ehl kitabit. Ai tha jo, do të largohem dhe shkoj në popullin tim dhe u largua në një farë kohë. U largua dhe shkoi qëndroi, domethënë me popullin e vet në Sham. Ndërkohë, në një moment të caktuar, subhanallah, një jetë nga surja Nisa, po lexonte e këndonte dikush. Ja alladhina utul kitaba, aminu bima nazzalna, o ju që është dhënë libri, besoni në atë që kemi zbritur prej librit. Min qabli an natmisa wujuhan fanaruddaha ala a'qabiha adbariha. Pra përpara se t'u shndërojnë fytyrat dhe t'u kthejnë fytyrat nga prapa kokës. Pra t'u ndëshkojmë, thot Allahu. Është frikshme ky kërcënim në Kur'an. Pa të lexuar surën Nisa. O ju që është dhënë libri, besoni atë që ka zbritur Allahu, para se të vi dita që t'u kthejnë fytyrat mbrapsht kokës tuaj, thot. U friksua subhanallahu nga ky ajet që dëgjoi të këndoi nga dikush. Ky ajet mjaftoi ndikoi në shpirtin e tij. Ja këtë ndikim duam. Sa herë që ka një kërcënim, sa herë që ka një premtim për xhenetin, përmallohet zemra jote për Allahun subhanahu wa taala. Përgatitesh për atë udhëtim të gjatë, për xhenetin e përjetësisë, i cili fitohet duke qenë i devotshëm, duke qenë durimtar, duke qenë mirënjohës, duke qenë domethënë që fal namazin etj. Gjitha këto janë pjesë e punëve. Nëse nuk bën punë me leximin e Kuranit, atëherë e ka arritur shejtani mallkuar qëllimin, të ka larguar nga xhadeja e duhur. Pra edhe një herë, leximi i Kuranit bëhet për të punuar me të. Dhe kur thua a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ti sikur i kërkon Zotit mbrojtje, o Zot, lutem, mos e bëj Kuranin thjesht të jetë lexim, edhe të jetë domethënë shterp dhe pa asnjë lloj dobie në jetën time. Gjithashtu vëllezërit e mi, e pesta, a'udhu billahi minash shaitanir rajim përpara leximit të Kuranit, vendos një raport të saktë me librin e Allahut dhe me vetë Zotin. Pra, do të thënë që në fillim a'udhu billahi minash shaitanir rajim, dhe kjo vendos një raport të rregullt mes robit dhe krijuesit. Jo një raport përmbysur. Në çfarë mënyre? Thon dietarët. Në thelbin e mesazhit të Kuranit qëndron
ndërtimi i raportit të drejtë mes krijuesit dhe krijesës. Një raport i bazuar me përulje në pranimin e të vërtetës dhe në dorëzim të plotë ndaj urdhit të Allahut. Allahu urdhëron subhanahu wa taala, zbret shpalljen, zbret ligjin, krijesa duhet bindet, ta pranoj, ta besoj dhe të jetoj sipas saj. Ky është raporti i sillet në gjitha shpalljet e Allahut subhanahu wa taala. Ky ka qenë rregulli gjithmonë. Deri në ditën e gjykimit kështu do të jetë. Zoti që zbret shpalljen kërkon një rregull që duhet zbatohet nga krijesa, ka dhe premtimin për mirësinë në dynja dhe në ahiret. Nëse e bën elhamdulillah, nëse jo, ndëshkimi. Ky është raporti që vendos shpallja e Allahut subhanahu wa taala. Në anën tjetër qëndron modeli i shejtanit mallkuar. I mishëruar në historinë e iblisit. Ai nuk e mohoi urdhrin nga padia, se ishte i paditur, por e refuzoi nga mendjemallësia, sepse buron nga një zemër që e di të vërtetën dhe nuk do të nënshtrohet. Kërkon të ndjek gjëra të tjera. Pra kur thua A'udhu billahi minash shaitanir rajim, është një qëndrim i qartë shpirtëror. Pra që në fillim ti po para se lexosh Kur'anin, thuaj atyre njerëzve që i fton në Islam, edhe vetes tënde. Unë do ulë të lexoj Kur'anin, çfarë po synon me këtë? A e kupton që ti je rob krijesë Allahut dhe kjo është shpallja e Zotit dhe raporti që ke me Zotin tënd është ky, krijesa me krijuesin. Ky libër kërkon që të bindesh dhe ta pranosh, ta lexosh. Nëse nuk futesh me këtë dëshirë, pra që unë do të bindem, ta besoj dhe ta zbatoj këtë, ta pranoj këtë raport që kam si rob, atëherë për çfarë po lexon? Thjesht për horizont, për kulturë, që e kam lexuar Kur'anin dhe shpesh thon po leo, kam lexuar Kur'anin, por nuk është se më ka lënë ndonjë po vllajin, sepse nuk i ke hyrë asaj që të shikosh udhëzimin dhe dritën. Në momentin që hyn me këtë qëllim, alhamdulillah. Nëse jo, atëherë edhe një herë isjadja është më shumë se një kërkim mbrojtje, pra që o Zot më mbro nga shejtani mallkuar, kështu, e thatë. Jo. Ajo është distancimi vetëdijshëm nga rruga e iblisit, e kryeneçit, i cili nuk denjon të dëgjojë fjalën e Allahut. Edhe as ta kuptoj atë. Edhe as ta zbatoj në jetën e tij. As premtimet e Zotit si bëjnë përshtypje për xhenetin, shpërblimin e tjerë e tjerë. Edhe as kërcënimet e Allahut si bëjnë përshtypje për ndëshkime e tjerë e tjerë. Jo. Ai hyn me është mendje madh. Jo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim është distancim nga ky pozicion. Për të hyrë në pozicionin tjetër. Jam robi i Allahut, jam krijesë e tij, është një Zot patjetër. Ai ka sjell një libër dhe udhëzim, atëherë un po dorëzohem në këtë pozicion që kam. Pozicionin e adhuruesit të Allahut subhanahu wa taala dhe robi që ka nevojë për udhëzimin dhe dritën e Zotit. Dhe e gjashta është ndërgjegjësim për betejën që shoqëron leximin. Që kur thua a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ti bëhesh gati për atë betejë që po vjen. Kaq për të pjesë të hutbes, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahi al-azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Përpara këndimit të Kuranit, leximit të shpalljes së Allahut subhanahu wa taala, është një ndërgjegjësim për betejën që e shoqëron leximin. Kurani nuk lexohet në një terren neutral. Dhe për këtë që në fillim të leximit duhet ta bindesh veten dhe ata që i urdhëron të lexojnë Kuranin. Do t'i thuash, do ta lexosh Kuranin dhe dije që tashmë po hyn në një medan lufte. Lufte psikologjike, shpirtërore. Kurani nuk lexohet në një terren neutral që askush nuk të bezdis. Do ulesh, mund të jesh edhe në një kopër që si thërojnë zogjt, me një diell të bukur mëngjesi, me një kafe që të pëlqen aty përpara, mos kujto se je i shliruar tashmë në një ambient të bukur, do ta lexoj Kuranin dhe tash do ta kuptoj Kuranin. Nuk është ambient neutral. Është ambient lufte, me gjithë pamjen e bukur që mund të rrethoj. Nuk je i zbrazur nga konfliktet e brendshme dhe as nga ndikimet e shejtanit mallkuar, madje edhe nga vetja jote. Ai lexohet në një fushë betejë të vazhdueshme, ku përplasen e vërteta me të kotën, udhëzimi me devijimin, drita me errësirën. Kjo betejë nuk zhvillohet diku jashtë njeriut, por brenda tij, në mendjen që përballet me kuptimet dhe në zemrën që përballet me ndjenja, me dëshira, epshe, shfrenime, dyshime. Pra nuk është një ambient i thjeshtë. Kështu që edhe nëse ja jep dikujt lexoj Kuranin, thuaj përgatitu. Shpeshherë mund të vinë vezvese në shpirt. Është një betejë, është normale ti ndjesh të gjitha këto gjëra që të vinë pyetje në shpirt. Thjesht vazhdo leximin. Thjesht vazhdo me synimin që kërkosh dritën e Allahut subhanahu wa taala.
Mos u step. Mos e lër për gjysmë udhëtimin. Mos e lër për gjysmë leximin. Por vazhdo që të kuptosh. Gjithmonë duke thënë A'udhu billahi minash shaitanir rajim. O Zot më ndihmo. Edhe bismillahirrahmanirrahim. Padyshim ajo shumë e rëndësishme, po flasim për istiadhen tashmë. Dhe pikërisht në këtë moment vendimtar hyn shejtani, pra në këtë betejë të madhe, hyn i mallkuari, duke u përpjekur ose të largojë njeriu nga Kurani, thotë më lër, çan këtu. 1 2 3 të dolën ato nuk bie ndesh me mënyrën se si jeton ti. Lere thotë. Edhe e le leximin e Kuranit. Ose ta pengoj që të përfitoj prej tij ashtu siç duhet. Mund të përfitoj pak, po jo shumë. Më mirë se Kurani thon disa urdhëron për mirë. I kanë parë ka ligje të bukura të mira. Mirë është, edukat është. S'ka përfituar sa duhet ky njeri. Pse? Se ky është thjesht ka përfituar vetëm pak. Për ciptazi ka marrë diçka, po jo atë që kërkohet. Pse? Se akoma është në ndikimin, është në gjumë. Është i fjetur, nuk është zgjuar akoma. Prandaj sjellja është një shpallje e vetëdijshme e kësaj betejë. Kur thua A'udhu billahi minash shaitanir rajim, sa herë që lexon Kur'anin, dije se po hyn betejë tashmë. Po bën betejë me vetveten. Do ndahesh nga shumë zakone të këqija të kësaj dynjaje, të shpirtit tënd. Do fillosh në mënyrë jetese që përshtatet me atë që do Zoti subhanahu wa taala. Shpeshherë mund të jenë edhe bie ndesh edhe me shoqërinë ku jeton, me shumë çështje të cilat nuk i pranon shoqëria ku jeton. Ju duken të habitshme se shejtani mallkuar ka punuar, e ka ndërtuar një shoqëri të tillë. Do biesh ndesh me to. Ti nuk i shpëton dot kësaj. Përgatitu që në leximin e Kuranit, je në betejë. Pra thuaj ti, a je me këmbë të fortë aty hysh kësaj betejë? Lexoj librin e Allahut. Nëse jo, atëherë do vazhdosh rrugën ku je nisur. Por ta dish që përfundimi nuk është i mirë. Allahu na ruaj. Është për jetësinë në zjarrin e xhehenemit. Nëse nuk gjen forcë ti hysh kësaj betejë këtu, thjesht me një libër që po e lexon, me dëshirën për të parë dritën, atëherë çfarë betejë do të fitosh në jetën tënde. Do dalësh i humbur që në fillim. Allahu musta'an. Me të lexuesi hyn lexim jo si vëzhgues i ftohtë, por si një luftëtar shpirtëror që kërkon ndihmën e Zotit. Hyn tamam si njëri që kërkon të fitojë betejën tashmë. Me vetveten e tij dhe me të keqen. Kur i bashkojmë të gjitha këto që tham, bëhet e qartë se istiadhja para leximit të Kuranit synon një përgatitje të plotë dhe të thellë. Ajo pastron mendjen dhe zemrën nga ndikimi i shejtanit. E mbron njeriu nga shtrembërimi i kuptimit të Kuranit. E vendos në një gjendje për ulësie dhe pranimit të rolit të tij si rob i Zotit. Dhe pranimit të vërtetës. Dhe orienton që leximi të mos bëhet thjesht një akt formal, pa ai të nënshtrohet dhe të jetojë sipas saj. Dal nga dal duke e përkryer dhe plotësuar veten e tij. Ky është ndikim i fortë i istiadhës. Prandaj istiadhja në mesin e mi nuk është thjesht hyrje në lexim, por është hyrje në një gjendje shpirtërore ashtu si duhet dhe marrja e masës për të përfituar dhe për të parë dritën e Zotit. Prandaj është shumë e rëndësishme para leximit të Kuranit. Jo më kohë ajete thanë: "Wa idha qara'ta al-Qur'an", kur lexosh Kur'anin, fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Kërko mbrojtje nga Allahu subhanahu wa taala, pra tek Allahu xheleshanu, të ruaj nga sherri i shejtanit mallkuar. Dhe gjithë të sherrë të tjera që e shoqërojnë këtë. Lut Allahu subhanahu wa taala na udhëzojë në dritën e tij. Lut Allahu në mëdhëruar të mos e bëj pengesë zemrat tona të sëmura, dëshirat tona të shfrenuara dhe largimin nga natyrshmëria. Mos e bëj shejtani mallkuar të ndikojë tek ne. Na largoj nga libri i tij. Prandaj lut Allahun ta lexojmë vazhdimisht dhe ta zbatojmë këtë praktikë, pra istiadhe në fillim dhe leximi dhe bismillahirrahmanirrahim, që përfitimi të jetë sa më i plot me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Në fund çoni salavat al profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.